Vrau bashkëshorten dhe më pas veten, familjari çiftit s'dinim gjë për konfliktet, fëmijët janë ende të traumatizuar. Një ngjarje e rëndë është regjistruar me zitën e datës 2 janar të këtij viti në Orikum, ku Llogora Xhebroj, 52 vjeç, vrau bashkëshorten e tij, Sose Xhebroj, dhe më pas i dha fund jetës në banesën e tyre. Sipas dëshmisë së familjarëve, ata kishin pasur konflikte të vazhdueshme dhe ishin ndarë rreth 2 vite më parë për të ribashkuar më pas, por konfliktet kishin vijuar dhe së fundmi ndodheshin në proces divorci. Një familjar i tyre ka hedhur dritë mbi ngjarjen dhe marrëdhënien konfliktuale të çiftit që çoi në zhvillimin dramatik me 2 viktima. Ai tha se çifti kanë qenë të martuar prej gati 20 vitesh dhe nuk ishte në dieni se ishin në proces divorci. Kishin një 20 vite martesë. Nuk e di që ishin në proces divorci, nuk di asgjë. I ka marrë vesh kur ndodhi ngjarja, ka treguar ai. Sipas familjarit të çiftit, fëmijët e tyre 2 djem janë të traumatizuar pas ngjarjes së rëndë ku në të njëjtën ditë humbën nënën dhe baban. E mora vesh nga televizioni ngjarjen. Kisha një 2-3 muaj që e kisha parë atë. Nuk më kishte shprehur asnjë shqetësim. Sosen mund ta kem takuar rreth 2 muaj më parë. Kishin një 20 vite martesë, nuk e di që ishin në proces divorci, nuk di asgjë. I ka marrë vesh kur ndodhi ngjarja. Fëmijët janë të traumatizuar. Sa të marrin veten, isha në varim, siç i zuri halli familjen e Soses, na zuri edhe ne. Mos i ndodh njeriu. Nuk kam ditur se si kanë rrjedhur gjërat, s'mund të akuzoj askënd. Llogora ishte njeri korrekt, i drejtë, ishin të rregull të dy, punonin bashk. Ishin familje rregull si çdo familje shqiptare, por kur nuk takon me dikë, s'ju a di problemet, burë grua varrosën të ndar. Është fatkeqësi që nuk u uroj asnjë njeriu, shpreh ai.